ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikatat të parafabrikurat na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Munihut, nuk shkoj dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Munih, anulloi, batoni me një pjesë të ekipit është në Munih duke e pritur, por Rama thash dhe njëherë, ajo që thot populli puthu me milon, u bë sot e vërtet, puthu me dashsulën. Ky është një akt për cilin do të shpreh mirënjohjen më të madhe të gjitha atyre që i refuzuan takimet narkodiktatorit të Tiranës, të gjitha atyre që i anulluan takimet e pronotuara e fiksuara para vizitës së tij në Bruksel, të gjitha atyre që e bën me qëndrimet e tyre Edi Ramën mish të huaj, trup të huaj, në atë konferencë dhe ja mbyllën dyert. Pra, në një hark kohor, 3 javor, në 2 aktivitetet më të rëndësishme, absolutisht më të rëndësishme të vitit, në forumin global të Davosit dhe në Davosin e sigurisë, që është konferenca e Munihut, dyert të mbyllura për kryehajdutin e kombit shqiptar. Nderimin më të madh qytetarëve opozitar, të cilët me protestat e tyre u bën zëri i ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve, të cilët me revoltën e tyre, me kryengritjet e tyre të paqësore, u bën zëri i ndërgjegjes qytetare dhe kombëtare të qytetarëve të kombit shqiptar. Dhe ky zë po jehon në Europë dhe në botë, ishte ky zë i cili sensibilizoi, i cili nxiti, ndihmoi, lehtësoi vendimet më të rëndësishme ndaj një personi që është armik i rrezikshëm për kombin shqiptar dhe një armik i vërtet për sigurinë e Europës dhe NATO-s, që quhet Edi Rama. Edi Rama. Pra, është një rast për të shpreh mirënjohje ndaj të gjitha atyre që i rezervuan Edi Ramës atë që meriton, por një mirënjohje të pakufishme ndaj atyre të rive dhe të reave, burrave dhe grave që u mblodhen nga të 4 anë të Shqipërisë në kryengritjen e tyre paqësore për të bërë që të ndigjohet zëri i tyre për aktet vjedhjet e të mërshme të Edi Ramës dhe aktet tjera në të gjitha kancelaritë e mëdha të Europës dhe të botës.
një situatë të tillë duhet të garantoj që është nga më të papërsëriturat në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Është ndër më të papërsëriturat. Nuk ka ndodhur kur që një vend i antarit të NATO-s t'i mbyllën dyert në forumin e Davosit të mos lejohet të shkojë. Dhe edhe për faktin se ishte me gjithë faktin se kishte deklaruar se me nder të madh pranonte antarësinë e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Por i zoti i shtëpisë, iniciatori kryesor, i këtij forumi nuk donte të turpronte sallën Edi Rama me praninë e tij. Dhe ai mbeti pa ftesë. Po për t'i vënë kapak damkoskjes së njeriu që përdor mandatet e krimit për të mbrojtur krimin dhe korrupsionin vjedhjet e tij. Për t'i vënë kapak ndëshkimit diplomatik dhe politik të hajdutit që përdor Lubin si parzmore për mbrojtjen e vet, është kjo e pashembullta në historinë e Konferencës së Sigurisë në Myni, ku marrin pjesë personalitete ndër më të rëndësishmit të sigurisë në Europë dhe në botë. Pra, natyrisht, ju nuk mund të keni njoftim zyrtar nga Edi Rama, por nuk them se ekipi i dërguar mbeti i tromaksur, ndërsa në Tovolinën gabimisht protokolli kishte vendosur edhe emrin e Edi Ramës se do ishte, por dikush u kujtua dhe shkoi dhe hoqi, edhe atë dhe Edi Rama nuk shkon dot në Myni. Është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për përpjekjen e opozicës shqiptare për rikthimin e rendit kushtetues, rikthimin e shtetit ligjor, luftën zgjedhjeve të lira, luftën e korrupsionit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me dashsulon, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm, e çdo adhetari që e don Shqipërinë, e çdo qytetari që shikon të ardhmen e tij në vendin e tij, çdo shqiptari që don familjen e tij. Ish protestës së opozitës dhe apelit faktorit ndërkombëtar, mazhoranca po shkon drejt ndryshimit të kodit penal për të shmangur pezullimin e drejtuesve të institucioneve të caktuara. Si mund të parandalohet, mbi çfarë mekanizmesh? Kryengritja paqësore nuk ndal. Ne jemi në kryengritje paqësore. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk dorëzon veten e tij.
Ai e ka të qartë si dritë e diellit, se pezullimi i Lubis do të thotë pezullimi i tij, sepse Lubia është vetëm prestonome i Edi Rams. Mu nuk më vjen keq për atë, për Lubin, jo. Se ajo është ajo i përket ekipit të keqnisjes. Kanë patur aty nga vitet 70 një rrymë në letërsinë parapsikologjike, po që kishte edhe një shprehje në realitetin le malparti të keqnisurit. Këto ishin për dal nga letërsia në jetë, këto ishin grupe të cilat në kërkim të boshit dhe absurdes zhduknin çdo lloj kufiri, norme dhe etike. Le malparti. Duhet interesoj se tani është e viteve 60-70. Tani, këta janë të keqnisurit që vinë nga bashkia. Dhe këta ju garantoj se kanë krye krime monstruoze, por gjithçka kanë bërë me urdhër të Edi Rams. Gjithçka. Kështu që unë pyeta një nga ato avokatet e Edi Rams parlament. A je gatshme ti të shkosh ta vizitosh në burg Lubi Ballukun? Dilë thuaj. Nuk e tha. Jo. Nuk tha se do shkoj. Pra, limoni shtrydhur, edhe Lubia. Kështu që ai e din që anullimi është vetëm Edi Rama. Dhe kërkon të shpëtoj me një ligj. Unë ju garantoj ju se s'do shpëtoj dot me asgjë. Unë i them Edi Rams, nuk do shpëtosh dot me asgjë. Unë i përshëndes herojtë e protestës, të cilët janë, të ri, nga 16 në 21 vjeç, që janë sot në gjykatë, pa asnjë akuzë, vetëm për urrëtitjen patologjike të Edi Rams ndaj të rive. Urdhri ka qenë të arrestohen të ri. Por unë siguroj se protestën tjetër do t'jetë dy fishi të rive. Se zemrimi të rive është i pakufishëm sot ndaj tij, që don tani të ndryshojë dhe ligjet. Të krijojë një parzmore tjetër, që të vjedh si i pangopur, dhe këta t'ja mbathin nga Shqipëria. Nuk do mund të ndodhë kjo. Gjykoni vendosen sot të ish-deputetit demokrat Dash Sula në krah të djathtë të kryeministrit Edi Rama. Me që se ula me kuptu që e keni parë. Që në fillim i thash, mos themi puthu me Milon, puthu me Dashin. Kjo i gjithë punë. Kjo doli. Zoti Berisha, protestën e 10 shkurtit ju e cilësuat si shënjuese në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve në kryengritje me ato që e cilësoni një regjim. Ndërkohë paralajmëroni një tjetër protestë të fuqishme në datën 20 shkurt. Çfarë do të ketë veçantë kjo protestë dhe a do të shkojë reagimi opozitar më i fortë, më i ashpër, si do të jetë qasja? Protesta do të jetë dhe një herë për demokratët dhe opozitarët. Paqja është forca. Forca jonë nuk kërkojmë dhunë për forcë, për kundrazi. Ne të merrojmë, ju e patë se ç'bëri Edi Rama. Në pabesi dhe krim absolut,
qelloi protestuesit në kokë, 3 pluma. 3 pluma, Ilir Tushi, Dem Dollapi, Luan Lleshi dhe një zonjë, ajo në krah. Këta të 3 në kokë, njeri këtu, tjetri në ballë, tjetri mas veshit. Që të 3, ata mund mos ishin sot. A i donë me çdo kush gjak. Ne nuk i përgjigjemi. Dhe u them protestuesve. Mos konfondoni kriminelt që këta i kanë bërë snajper dhe i urdhrojnë qellojnë ajush me policë të thjeshtë. Policë të thjeshtë janë absolutisht shumë më afër me protestuesit se sa me organizatën kriminale dhe antarët e saj dhe Edi Ramen. Ndaj dhe ne, një policë të plagosur nuk e pa. Lërë shtonë ata. As një policë të plagosur, as të gërvishtur.